Zhvillimi i qëndrueshëm dhe faktorët që ndikojnë në realizimin e tij ka qenë tema e diskutimit midis studentëve të Fakultetit të Shkencave Sociale në Universitetin Aleksandër Xhuvani dhe zëvendës kryeministrit e njëkohësisht ministrit të Ekonomisë dhe Energjetikës Edmond Haxhinasto. Ai ka folur për politika zhvilluese të ekonomisë, ku ka vënë theksin në politikat që ka qeveria për punësimin e studentëve dhe të rinjve, për bashkëpunimin ekonomik rajonal, që sipas Haxhinastos është shumë e rëndësishme që të krijohet një treg rajonal. Ai ka theksuar rëndësinë e rritjes së cilësisë arsimit të studentëve me qëllim që të krijohet klimë e mirë për punësimin. Pata kënaqësinë që të bëj një bashkëbisedim me shumë studentë të këtij fakulteti. Tema ishte zhvillimi i qëndrueshëm dhe faktorët që ndikojnë në realizimin e tij. Mendoj se patëm një bashkëbisedim shumë të hapur, ku sigurisht përveç vizionit dhe ideve që kontribuojnë te ky zhvillim, ajo që është më kryesorja është folëm edhe për Elbasanin, për potencialet dhe për ato që duhen bërë për të realizuar një punësim më të madh për këtë qytet dhe për të gjithë qarkun e Elbasanit, mundësitë më të mëdha që duhet të garantojmë për studentët që mbarojnë studimet dhe që kanë nevojë punësimi, dhe sigurisht edhe për faktorë të tjerë që janë shumë të ndjeshëm për Elbasanin, siç është mjedisi, cilësia e tij, cilësia e ajrit, cilësia e ambientit, dhe për të përballuar dhe faktorë dhe kosto që janë krijuar për sa i takon shëndetit publik. Mendoj se ishte një bashkëbisedim shumë i hapur, i cili do të vazhdojë dhe ditët e ardhshme. Vlerësova shumë angazhimin dhe thellësinë e interesit të studentëve me pyetjet e tyre dhe me komentet që bëjnë për sa i takon këtyre problematikave. Pyetjes së televizionit Skampa në lidhje me largimin e firmës austriake, kontraktore për ndërtimin e hidrocentraleve në kaskadën e Devollit, vetëm pak ditë më parë, zoti Haxhinasto i është përgjigjur. Është absolutisht nuk ka të bëjë fare me ndërtimin e hidrocentralit të Banjës, të Devollit, të hidrocentraleve që janë mbi lumin Devoll, janë duke u bërë amendimet përkatëse dhe punimet do të fillojnë shumë shpejt për realizimin e një vepre të tillë të madhe energjetike siç është kjo. Për përmbushjen e detyrimeve nga të gjitha ato subjekte që shkarkojnë substancë të rrezikshme në natyrë. Edmond Haxhinasto do të kryesojë listën e deputetëve të Lëvizjes Socialiste për Integrim në qarkun e Elbasanit, ndaj ai ka nisur një sër takimesh të njëpasnjëshme në këtë qark, duke nisur kështu fushatën e Lëvizjes Socialiste për Integrim për zgjedhjet e 23 qershorit.